Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se puna është një kërkesë dhe një detyrë njerëzore, dhe të gjithë njerëz pa përjashtim dhe pa dallim punojnë nga se duhet për të jetuar. Por dashur vëllezër besimtar, sikurse pamë edhe në hutben e kaluar, puna mund bëhet edhe ibadet. Ajo është edhe ibadet. Madje shpërblimet për to janë shumë të mëdha. Por që puna të shndërrohet në ibadet dhe të llogaritet në ibadet, dhe besimtari ose punëtori, ai që punon, e të gjithë njerëzit punojnë, edhe besimtarët gjithsesi, duhet plotësuar disa kushte dashur vëllezër besimtar. Kushti i parë është që puna të bëhet me niyet. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Thot profeti alayhi salatu wassalam, të gjitha veprat, të gjitha punët janë sipas niyetit. Pra të Zoti llogaritemi në bazë të niyetit. E niyetin e din vetëm i madhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa likulli imri'in ma nawa. Dhe secili person pastaj do të llogaritet në bazë të asaj që ka në zemrën e tij. E kemi një hadith edhe më specifik, i cili tregon për rëndësinë e niyetit dashur vëllezër besimtar për punën që i bëjmë. Këtë hadith e kemi cekë edhe në hutben e kaluar. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kur shokët e tij e pan atë njeriun të ri me trup të zhvilluar, i thanë sikur se të ishte shku në luftë Allahut azza wa jall. I thanë nëse ky person ka dalë me punu, me ushqy fëmijët e tij, fa huwa fi sabilillah. Pra tregoj niyetin, nëse ka dalë me punu për idarët familjes, pastaj thot, nëse ka dalë me punu për mi majt prindët e tij, fa huwa fi sabilillah, ai është në udhë Allahut. Nëse ka dalë me punu dhe është duke punu për me majt veten e tij, me rujt fytyrën e tij, mos me e shtri dorën nëse nuk ka nevojë, fa huwa fi sabilillah, ai është në udhë të Allahut. Mirë po, këtu ta tregon një rëndësinë e niyetit, tha nëse ka dalë me punu dhe punon dhe tregti bën për mu shtytet me të tjerët, e për mu amujt të tjerëve, e për me dalë ky i parë e kështu me radhë, pra nëse niyeti nuk e ka të mirë, thot profeti alayhi salatu wasalam në fund të këtij hadithi, fa huwa fi sabili shejtan, ai është në udhën e shejtanit. Andaj niyeti dashur vëllezër është me rëndësi dhe besimtari nuk duhet të anashkaloj niyetin për gjitha veprat e tij të mira që i punon, edhe ato të zakonshme që i punon, edhe në punë shtetit nëse shkon, edhe në mbashën nëse punon, edhe nëse në tregti punon. Gjitha këtyre duhet ju paraprin niyetin dashur besimtar, nga se kështu shndrohet puna në ibadet. Kushti i dytë të nderuar vëllezër besimtar dhe shumë i rëndësishëm që puna të llogaritet ibadet, kushti i dytë është që puna të jetë halal. Dhe nuk ka logjik që besimtari të punoj punë të ndaluar, të shet drogë, kontraband drogë, shet alkool, merret me komat, me fajde, e kështu me radhë, dhe të shpreson në shpërblim, jo të nderuar vëllezër besimtar. Kushti i dytë që puna që e bën njeriu të llogaritet si shpërblim është që ajo të jetë punë halal. Andaj duhet të kemi kujdes se jo çdo punë është e legjitimuar. Jo çdo punë, jo çdo fitim që njerëzit sot e marrin dhe e fitojnë është i legjitimuar fetarisht. E nuk duhet besimtarit të jetë i pavëmendshëm që riskun e tij
punën e ti, idarën e ti, pasurinë e ti ta përzijë me haram, nga se kështu edhe privohet nga shpërblimi i madh që mund ta merr për shkak të punës së tij, por edhe rrezikohet pastaj nga dënimi dhe pasojat që i ka puna haram, qoftë në këtë jetë që Allahu me humb bereqetin, por edhe në botën tjetër me dënime që ka pratit Allahu subhanahu wa taala. Kushti i tretë të nderuar vëllezër besimtar është që puna të mos e pengoj njeriu, respektivisht besimtarin, për të kryer detyrat farze të Allahut subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Thot Allahu subhanahu wa taala, ata burra po lavdron që shitblerja, tregtia, puna nuk i pengon nga përmendja Allahut, nga falja e namazit, nga dhënia e zakatit. Në atë moment që puna bëhet sebeb që mos më fal, që mos më agjeru, që zakatin mos më nxjerr, që në haxh mos më shku, ajo punë është ndaluar dashur dhe besimtar. Është ndaluar në kohën kur të pengon dhe kështu nga shpërblimi i madh privon. Andaj puno mirë, po kur thirrë zonin namazin fale, ose në kohën e tij. Kur të vjen koha e agjerimit dhe Ramazanit duhet me agjeru. Dhe ajo punë që të privon nga agjerimi, ajo duhet më ndru. Ajo punë që s'len me falë gjumon, nuk duhet me vazhdu. Vetëm në kushte në raste specifike, shumë specifike. Disa raste ndoshta ndonjë gjumon tolerohet. Por me punu në punë që s'len me falë namazin, s'len me vendos shamin besimtaren, s'len me agjeru, s'len me shku në haxh, nëse ki e kështu me radhë, kjo punë të dashur dhe besimtar duhet të rishikohet. 4 prej kushtet e dëruar vëllezër që puna të llogaritet dhe të ketë shpërblim është që besimtari ta balancoj ose të balancoj punën, obligimin për të punu, por edhe obligimet që i ka ndaj të tjerëve. Edhe ndaj vetes tij, por edhe ndaj familjes. Dikush e ka humbur familjen duke punu. I ka humbur fëmijët duke punu. Ka shku në gurbet me vite, nuk e din ku i ka fëmijët. Ose punon ditë edhe natë. Thot po duhet me punu hoxh, duhet me punu, por edhe fëmijët duhet me eduku. Edhe ata kanë obligim, edhe gruaja ka obligim, edhe shtëpia ka obligim, edhe farefisi kanë obligim, edhe të afërmit kanë obligim. Andaj duhet me punu, por duhet me punu me qarar. Që të llogaritet puna shpërblim dashur vëllezër besimtar, besimtari duhet t'i lënë hapësirë edhe të tjerëve në jetën e tij, në kohën e tij. Disa njerëz fëmijët e tij nuk e shohin ndoshta me javë ose vetëm në vikend. Thot i la fjetën dhe i gjoj fjetën. Wallahi nuk është në rregull. Wallahi nuk është në rregull. Del në mëngjes dhe kthehet vonë. Fëmijët vuajnë për to, se ka nevojë për to. Gruaja ka nevojë për to, nona, baba ndoshta kështu me radhë. Andaj ajo punë të dashur të besimtar, që të llogaritet shpërblimi për to, është që të mos largoj, të mos izoloj prej obligimeve që i ki ndaj të tjerëve. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, inna li nafsika alayka haqqan. I ka thonë disa shokëve ti,
I ka qërtu, ka thonë ti ki obligim ndaj nefsit tënë. Nuk duhet me myt veten me punë. Sikurse që nuk duhet me la veten keq, madje ki për obligim me mësu disa gjona. Obligim me mësu namazin. S'ka kohë, duhet me gjetë kohë. Sa shtëron për nese imam në namazet e gjenazën më thonë burrave pleq, kurse din el hami kënoni qka të mundi. Po ku je kom derisa që se ke mësu? Sa shtëron? Kurse din këto, kurse din el hamin, kurse din subhaneken, kurse din duon, kënoni qka doni. Ajo punë që të privën për me mësu ato që e ke obligim, ajo është ndaluar do është lëzër besimtarë. Puna 8 orë, puna 7 orë, puna 10 orë, a më dojë një kohë për vetën tone. Mëso, falu, dojë një kohë për fëmijët e tu. Wallahi investimi më i madhë që e bën njeriu të dynjë janë fëmijët e tij. Është familja e tij. Andaj ora siç ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ka thënë më i miri prej jush. Pra më së miri bën dikush kur ai është i mirë me familjen e tij. Kur ju bën mirë familjes së tij, kur familja e tij ka dobi prej tij, kur ata shohin hajër prej punës së tij, e prej lekut të tij, e prej parave të tij, e prej pasurisë së tij, ka thonë unë jam më i miri me familjen time. Andaj ditë sot dashur vëllezër, jemi duke përjetuar një ndryshim jashtëzakonisht të madh, që jemi duke i lënë disa obligime që i kemi ndaj familjes, ndaj fëmijëve, ndaj gruas, ndaj të afërmeve. Merë sëtimi se s'po ka kohë. Puno, është e lejuar me punu, duhet me punu, duhet me hecë për para, por duhet karshi punës edhe disa detyrime tjera që i ka njeriu mos me haru, dhe kushti i fundit e dashur vëllezër besimtar dhe shumë i rëndësishëm është që në punë mos me i kalu kufit që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka vendos. Thot profeti alayhi salatu wassalam, inna Allahe hadde hududan fela ta'taduha. Allahu ka vendos kufi, andaj mos i te i kaloni ata. Nuk ka zullim punë, nuk ka pa drejtësi në punë, nuk ka mashtrim në punë, nuk ka gënjeshtër në punë, nuk ka rishfet në punë, nuk ka mashtrim në punë. E ai cili punën e tij e përzin me zullum, me padrejtësi, me vjedhje, me mashtrim, me rishfet dhe me gjona tjera të ndaluara, ai nuk ka shpërblim për asaj pune të dashur vëllezër besimtar. Andaj mos e privoni veten nga shpërblimi i madh që ka puna, por pastroni punën, bëni punën halal, bëni punën kohën e saj, bëni punën mrena kornizave të saj, bëni punën me niyet dhe mos i lëni obligime tjera që i keni karshi familjes për shkak të punës. Dhe kështu besimtarit e dashur vëllezër besimtar edhe punon, edhe pasurohet, edhe gjallënohet, por edhe shumë të i madhi Allah shpërblehet dhe fiton dhe në ditën e gjykimit. Kreta punë që e ka bo e nuk ka ndonjë ibadet, ndoshta që besimtari punon më shumë se sa puna. Prej kur ka qenë fëmijë ndoshta e deri në pleshni me orë të tëra, me ditë të tëra, ndoshta edhe në të tëra punojmë. Andaj mos e humbni këtë mund të madh dhe këtë angazhim të madh pa i plotësu këto kritere, sepse kështu kemi fituar këtë dynja, por do të fitojmë edhe në botën tjetër. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.